hamullit? Ja, det är Ma në qandër? Skrima e kemi prom gjykimin e gjykatës. Osmani, jemi në fund që qëndrimi ta me kështëtarën e ka përvotuar në gjykimin e gjykatës. Dimin që marrëveshje politike konsensus marrëveshje politike për kundër administracionit. Dhe gjithashtu të të shpreh janë respektin tim për gjykatën e cila pavarësisht gjendjes së atantit nuk e ka lejuar vetë të shndrohet nga një institucion i pavarur gjykatës në një parti politike. Gjykata ka ruajtur strikt me rënien dhe strikt rënien e kompetencave të vetë. Duke tentuar që në hapësinë e vetë për kompetencave të vetë të jep mesazhe porosi, po jo më shndru një parti politike. Gjykata na tha kështu, një parti politike nuk spiegoj procedura ligjore, ama në fund porosia e gjykatës ashtu si menduar është që konstituimi i kuvendit është tërësisht vendim politik i forcës politike. Dhe nuk mund ne si gjykatë ardhur në përgjithësi e me bashkuar me ndërtime veç politike se është roli i gjykatës. Pak a shumë kështu është interpretimi i konstitucionit nëse interpretohet porosia. Dhe kjo pak në Roma, dhe çka tha që procedurat jenë të respektuar, kemi pas kandidatë të propozuar, dhe këto është dhe që të shenë dhe partia e parë ka respektuar këtë pjesë e procedura, që është ka mbetur të përshfaqja votit të mjaftueshme. Dhe vota bëhet si bëhet vota shtetë. Duhet gjatë një vota. Gjatë një vota gjykata e ban apelin e saj, ban tjetër. Uli, bashkëbisedoni, tentoni një konstitucion e konsensus ose marrëveshje politike. Dhe çështja ka mbetur këtu ku ka qenë edhe dje. Zoti Lima, shkoni nesër në takimin e ftuar nga Kurti? Do të shkoni nesër në takimin e ftuar nga zoti Kurti? Sigurisht që po. Është në vazhdim e vizionit. Ndërkohë, po ashtu përmendet faktin që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese praktikisht çon mesazh për të gjitha subjektet politike.